Margarita Xhepa, një nga figurat më të ndritura të teatrit dhe kinematografisë shqiptare, u shua nga jeta në moshën 92 vjeçare. Lajmi i idhur vjen vetëm një ditë pas festimit të ditëlindjes së saj, më 2 prill. E lindur në Lushnjë në vitin 1933, Margarita Xhepa u bë ikonë e artit shqiptar, duke lënë pas një trashëgimi të pasur me mbi 150 role në teatr dhe 32 filma artistik. Emri i saj lidhet pasgjithshmërisht me skenën dhe ekranin, ku çdo rol i saj mbeti i paharrueshëm dhe plot emocion. Nga skena e teatrit e kinematografia, Margarita Xhepa shkëlqeu me interpretimet e saj, duke mishëruar figura të thella dhe komplekse. Në teatr, ajo mbeti e pavdekshme me rolet si Ofelia në Hamleti, vajza e dytë në Mbreti i Lirë, Dadoja në Romeo e Julieta dhe mbretëresha Margaret në Ricardi III. Me një talent të lindur dhe një pasion të pashuar, ajo solli në jetë personazhe që prekën zemrat e publikut. Por Xhepa nuk ndaloi vetëm në skenë. Në kinematografi, ajo bë pjesë e filmave që mbetën kryevepra të artit shqiptar, si Vitet e para në vitin 1965, Dimri i fundit, Koncert në vitin 1936 dhe Tokë e përgjakur. Me talentin e saj, Margarita Xhepa krijoi një lidhje të veçantë me shikuesin, duke lënë gjurmë bashkëlyeshme në kujtesën kolektive. E vlerësuar me çmime të shumta për kontributin e saj të pakrahasueshëm, Margarita Xhepa u nderua me çmimin e karrierës në vitin 2007 për interpretimin në monodramën Kënga e Mjellmës të Çehovit, një rol që përmbledh shpirtin dhe pasionin e saj për artin. Sot arti shqiptar ndjen një boshllëk të madh. Ndërsa kujtojmë jetën dhe veprën e Margarita Xhepës, mbetet i gjallë kujtimi një artisteje që shkriu shpirtin e saj në çdo rol, duke lënë pas një trashëgimi që do të jetojë përtej kohës. Margarita Xhepa do të kujtohet përgjithmonë si një simbol i ndritur i teatrit dhe kinemas shqiptare. Ndërsa ndalojmë për të kujtuar jetën dhe kontributin e saj, mbetet e sigurt që arti shqiptar humbi një ikon, por fitoi një legjendë të pavdekshme.